A është normale mos me fol fëmija 2 vjeç, sepse vjerria më stresojnë, pse s'fol asnjë fjalë? Allah ta rujt atë fëmijë dhe ta bekoft, ta bëft halalit, ta bëft të devotshëm, dietar dhe trim të ummetit. Nuk është parimisht kjo për mu stresu. E rëndësishme është fëmija me dëgju, mos jale telefone afër vetes, mos jale në telefon, shteni me komuniku. Pse jo, nëse ka nevojë qete, në i hoxhlit i lexon Kur'an vetëm për qef. Për në mësuish mos ka, për qef, mos e merr si stres. Çoje të mjeku, të logopedi, por edhe pak kisha me thonë jo. I ban 2 vjetë, gjys 3. Sa fëmijë kemi që e kanë vonu të folurit ose të ecurit, pasaj kanë fillu me fole, me ec. Nuk ka problem. Ti mos u stresa. Merri sebepet, pasaj leje në dorë të Allahut azza xal. Këshilla vjerrive që ma ka dal, kujdes. Nusja është e re, ndoshta ka fëmijën e parë, edhe tash e stresani me këto fjalë. Duni mi ndihmu të tjerëve. E jo me ngarku. Mos e ngarkoni reja tuaj situatën.